Policia italiane ka arrestuar 4 shqiptar dhe një tunezian në Bologna, Rimini, Treviso dhe Verona si pjesë e një organizate kriminale që trafikonte drogë mes Italisë dhe Hollandës. Nga prilli deri në nëntor të vitit 2020, grupi kishte futur në Itali 41.5 kg kokainë, 76.5 kg marijuan dhe 280 kg hashash me vlerë mbi 5 milion euro. Njëri prej të arrestuarve është një 41 vjeçar shqiptar. Ata akuzohen për trafik droge dhe posedim armësh. Hetimet nisën në vitin 2019-2020 nga policia italiane në bashkëpunim me autoritetet spanjolle dhe Europolin. Trafikantët përdorin çate të koduara si platforma Sky SSC për të shmangur përgjimet, ndërsa për transportin e drogës shfrytëzonin kamionist. Rriti funksiononte përmes serverëve në vendet offshore si Costa Rica, Kanadaja dhe Hollanda, duke vështirësuar gjurmimin. Zbulimi i këtyre komunikimeve të koduara ndihmoi policinë të godiste organizatën dhe të çmontonte një linjë trafiku. Ky operacion është një tjetër goditje e fortë ndaj mafias shqiptare në Itali, e cila vazhdon të mbetet aktive në trafikun e lëndëve narkotike.